Kulmin e sezonit turistik, plazhi i Divjakës vijon të jetë një nga destinacionet më të frekuentuara të Bregdetit shqiptar. Temperaturat e larta të kësaj fundjavë kanë sjellë qindra pushues vendas dhe të huaj, të cilët kanë zgjedhur bregun e Divjakës për të kaluar ditët e nxehta të verës. Ajri i pastër, hapësira e gjerë me rër dhe deti i pastër mbeten arsyet kryesore që tërheqin çdo ditë familje të rinj dhe vizitorë nga zona të ndryshme të vendit. Në çadrat shumë ngjyrshe, pushuesit shijojnë diellin, ndërsa fëmijët luajnë me dallgët e vogla të detit duke krijuar atmosferën karakteristike të verës. Edhe bizneset përgjatë vijës bregdetare po përjetojnë një sezon të ngarkuar. Restorantet pranë detit mirëpresin çdo ditë dhjetra pushues me gatime tradicionale dhe specialitete të zonës, ku peshku i freskët i lagunës së Karavastas mbeten ndër ushqimet më të kërkuara në tryezat e vizitorëve. Ndërkohë, përgjatë plazhit nuk mungojnë as tregtarët ambulant, të cilët ofrojnë misër të pjekur, fruta të freskëta dhe produkte të tjera verore. Shëtitjet buzdetit, freskia e pishave dhe zhurma e dallgëve krijojnë një atmosferë relaksuese, ndërsa fëmijët argëtohen me valet e vogla dhe rërën. Me natyrën e paprekur, peizazhin unik dhe mikpritjen e bizneseve lokale, Divjaka vazhdon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për pushimet familjare, duke mirëpritur çdo ditë një numër të lartë vizitorësh në kulmin e sezonit turistik.